Një kapitull i ri në kujdesin ndaj dëgjimit sapo ka nisur në qytetin e Vlorës. Klinika Autofon hap dyert për ju me eksperiencën dhe teknologjinë më të avancuar në fushën e aparateve të dëgjimit. Vendosur në një pozicion shumë të favorshëm në bulevardin kryesor të Vlorës, Vlorë Skel, pranë tregut të Orizit, Autofon vjen sa më pranë qytetarëve të Vlorës dhe më gjerë, ndërsa në inaugurimin e kësaj të shtune morën pjesë shumë qytetar, pacient dhe mjek. Në Autofon dëgjimi nuk është thjesht një shqis, është një përvojë që rikthehet me cilësi. Me administrator Dr. Olti Peçini, klinika Autofon prej 14 vitesh u ka qëndruar pranë pacientëve. Për familjen Autofonit ky është një rast tjetër për të festuar së bashku arritjet tona. Prej 14 vitesh jemi përpjekur të qëndrojmë afër pacientëve, popullit shqiptar dhe na mungon të pika e Vlorës, kështu që ja ku jemi në Vlorë për të sjell shërbimet tona pranë qytetit të bukur të Vlorës. Faleminderit të gjithëve. Diagnostikim profesional i dëgjimit me pajisje të teknologjisë së fundit, zgjedhje të personalizuar të aparateve të dëgjimit nga markat më të mira ndërkombëtare, përshtatje dhe programimi detajuar sipas profilit dhe nevojave tuaja individuale, shërbim teknik dhe mirëmbajtje për aparatet ekzistuese, këshillim dhe ndihmë për të përshtatur aparatin tuaj me ritmin e jetës së përditshme, janë shërbimet që klinika Autofon ofron. Pas klinikave në Tiranë dhe në disa qytete të tjera të vendit, klinika Autofon vjen në Vlorë për të qenë afër njerëzve që kanë probleme me dëgjimin. Menaxherja e klinikës, mjekja audioproteziste, Evis Maka, thotë se qëllimi kryesor është për të ofruar cilësi maksimale dhe një gamë të gjerë shërbimesh. Ne nuk jemi për herë të parë në tregun shqiptar, ne kemi 14 vite në fushën e audiologjisë dhe të aparateve të dëgjimit. Kemi pika në disa qytete të Shqipërisë, duke filluar nga kryeqyteti Tirana, që është pika e parë dhe historike, dhe më vonë jemi zgjeruar dhe kemi ofruar shërbimin tonë në qytetin e Durrësit, Elbasanit, Shkodrës, Fierit, Gjirokastrës, Sarandës dhe na mungonte perla e Shqipërisë Vlora. Kështu që ja ku jemi në një pikë qendrore, shumë afër bulevardit Ismail Qemali, por mbi të gjitha shumë afër njerëzve që kanë probleme me dëgjimin. Klinika jonë nuk synon të jetë vetëm një klinikë me qëllimin për të ofruar shitjen e aparateve të dëgjimit, por qëllimi ynë kryesor është të ofroj me cilësi maksimale një gamë të plotë shërbimesh, duke filluar nga testet e dëgjimit, të cilat mbas moshës 40 vjeçare duhen bërë në protokollin rutinë të check-upit, duke ofruar shërbime të ndryshme të mirëmbajtjes dhe laboratorike për të gjithë pacientët që kanë aparate dëgjimi, duke ofruar pastaj 2 nga markat më të mira botërore, të cilat prodhohen në Danimark dhe për të cilat kemi ekskluzivitetin në tregun shqiptar. Markat janë marka për prodhimin dhe tregtimin e aparateve të dëgjimit, janë Beltone GNR Sound dhe Widex. Mjekja Maka ka edhe një mesazh për qytetarët dhe pacientët se përse duhet të zgjedhin klinikën Autofon. Ndërsa në shumë vende të Europës, check-upi audiologjik, testi i dëgjimit dhe testet e tjera janë pjesë e kontrollit të rutinë të shëndetit dhe mirëmbajtjes të shëndetit të dëgjimit. Pra, të largohemi nga kultura, shkojmë tek mjeku vetëm kur kemi problemin shëndetësor tashmë në dukje, por ta mirëmbajmë sa më gjatë atë që natyra na ka dhënë. Dhe kjo, bashkë me gamën e gjerë të shërbimeve dhe produkteve që ofrojmë në klinikën tonë, është qëllimi dhe puna e stafit Autofon. Pra, këtu do të kryhen vizitat për gjithë shka? Do të kryhen testet e dëgjimit, ekzaminimi audiometrik, ekzaminimi timpanometrik, refleksis tapedial dhe shërbime laborator dhe mirëmbajtje për të gjitha problematikat lidhur me aparatin e dëgjimit. Marrja e masës së veshit për formimin e aparateve të personalizuar dhe të tjera në këtë aspekt. Mjekja Ariola Golloshi thotë se pacientët në klinikën Autofon do të gjejnë profesionistët dhe teknologjinë më të mirë. Po, vim për herë të parë në Vlorë, klinika Autofon është një klinikë që ka 14 vjet në treg. Ne merrem me personat që nuk dëgjojnë, jemi në shërbim të njerëzve që kanë një problem me dëgjimin, duke filluar që nga diagnoza dhe pastaj me pjesën e vendosjes aparateve të dëgjimit. Në qytetin e Vlorës jemi për herë të parë, jemi në disa qytete të Shqipërisë. Mundohemi të punojmë në mënyrë profesionale, mundohemi të jemi pranë jush duke ju ndihmuar në çfarëdo lloj problemi që ju të keni. Urojmë që të jemi
pranë jush sa më gjatë, sa më fort me teknologji më të mirë. Përveç se kemi një eksperiencë goxha të gjatë në treg, ne punojmë me kompaninë Biltone dhe General Sound në Danimark, e cila është një kompani prestigjioze, merret për prej 85 vjetësh me aparatet dëgjimi në prodhimin e tyre, dhe ne mundohemi të ndjekim teknologji rigoroze të pjesës së aparateve të dëgjimit. Kjo është ndoshta pika jonë më e fortë, dhe plus mundohemi që të jemi në çdo lloj momenti në ndjekjen e personave që kanë problemin, duke filluar nga diagnoza, vënia e aparatit dhe më vonë mirëmbajtja e pacientit, e shëndetit të dëgjimit. Të lumtur për hapje në Vlorë të klinikës Otofon edhe përfaqësues të stafit, si dhe të ftuar në këtë inaugurim. Jam pjesë Otofonit për 4 vitesh, jemi shumë të lumtur që më në fund hapëm dhe klinikën e Vlorës. Ftojmë të gjithë qytetarët që kanë nevojë, kanë probleme me dëgjimin, i ftojmë që patjetër të vinë të bëjnë një test dëgjimi për të parë dhe për të përmirësuar jetën e tyre. Ky është një shërbim i nevojshëm për qytetarët e Vlorës, në pavarësisht se është shërbim privat. Pse? Sepse popullata është duke u plagur. Normalisht njerëzit kanë nevojë të përmirësojnë cilësinë e shqisave. Të parët, shikimin që përmirësojnë okulisën përmjet syzave operacioneve dhe dëgjimin përmjet aparateve të dëgjimit. Kështu që besoj që do jetë një shërbim i vlerësuar nga qytetarët e Vlorës. Unë jam pjesë e stafit të Otofonit. Kam shumë vite, e vlerësoj shumë, besoj që do ketë një arritje shumë të mirë edhe në Vlorë, siç ka në disa pika të tjera, Tiranë, Shkodër, Elbasan, Fier. Sepse shërbimi është special, teknik, janë specialistët që janë nga më të mirët në Shqipëri. Doktor Dritanin e kemi mjekun që është. Kjo është një arritje dhe një shërbim që krijohet qytetarëve të Vlorës në mënyrë të veçantë, moshës më madhore, i lehtëson shërbimet edhe distancat që bëheshin në qytetet jo në Tiranë, jo në Fier. Kështu që është një mundësi shumë e mirë për banorët e qytetit të Vlorës. Kënaqësi pjesëmarrja këtu, urojmë shumë sukses e ekipit. I duaj Vlorës një aktivitet i tillë, shërbimi i tillë më saktë, ju urojmë suksese dhe mbar. Më vjen mirë që ndodhem këtu sot me këtë aktivitet, ju uroj suksese e visit, sepse është një sukses i merituar i saj, një punë e palodhur prej vitesh dhe një merit prej saj. Do të jetë në të mirë qytetit, në të mirë të qytetarëve të Vlorës, kështu që shpresoj që të jetë sa më mbar kjo punë. Klinika Otofon ofron edhe konsult falas dhe prova me aparate. Aparatet janë diskrete, inteligjente, të përshtatshme për çdo moshë, me lidhje Bluetoothi dhe opsione të mençura për jetën moderne. Nëse dëgjimi ju ka lodhur, nëse fjalët duken gjithnjë më të largëta, është koha për një zgjedhje që ju rikthen kontaktin me botën. Na vizitoni në klinikën tonë të re në Vlorë dhe përjetoni ndryshimin. Otofon gjendet në bulevardin Vlorë-Skel, pranë tregut të Orizit. Otofon, dëgjoj qartë, dëgjoj për jetën.